Kur të vjen aty ka harmonizim të qëndrimeve në takim. Dhe nuk ka harmonizim të qëndrimeve që deklarojnë jashtë, sepse as Albinin si kryeministër, e as një ambasador Albini sunë do të rënë se çka më thon. A kupton? Sepse kjo është lojë ose edhe mashtrim politik që e bën qëndrimi i zonës ambasadorës amerikane, shembull publik është i zonës Pratipati. Lexoj. I zonës Anu thot liderët politikë punojnë bashkë për konstituimin dhe formimin e qeverisë. Mirë be, kjo është në rregull. Ky del të thotë diçka tjetër. Në kalumën vish do. E pasha zotin zoti Omati kush po rran pish. Jo dëgjom, jo ngam. Ktu dihet se kush po rran, nuk ka diskutim. Apo dihet se kush po mashtron dhe dikush po thotë vërtetën. Nuk kanë shkuar ambasador te Quintit në mesin e një krize politike me fort për Këshillin e Evropës. Kjo është tregare. Ne kemi çon, kjo është thënë që dihet. Këto do është domethënë me shpjegu, por po mundon as shkurt me sqaru kushtrim. Se është situata tjetër. Po Albini? Qysh? A pet Albini po rran? Po Albini veç rran. Albini tjetër zbon. Unë presha mendim ndryshe se po e shpallni këtu. Rran se fajtor. Albini gjithçka i këtë fajtor. Mund me dalë kushtim Sadiku. Është veto e Albinit. Kjo nuk u gë automobilistike. Ti sa po tha që kur deli projo fituesi. A flet për konstituimin e institucionit. A ka vënë në fund. Okej, vish ta kemi qartë. Domethënë Kurti ka ndërtuar jo zhvillimet e fundit në vend. Okej, mirë, s'ka përmend hiç konstituimin e institucionit. Vetëm çka ka ndodhur. Zoti Kurti ka përdorur një narracion tjetër në raport me publikun nga takimi. Që s'po e them pas ka rrejt kush te Leri. Që s'po e them pas. Që s'po e them pas ka. Thamë në gjuhë më të moderuar, ka gënjur ose ka mashtruar në këtë rast. Pra, se ka thënë të vërtetën. Ose se ka thënë të vërtetë. Faleminderit që domethënë ka shkështramut vërtet. Terminologji ka lidhje me feminizëm, po foli pa lidhje. Por është pozicioni i qartë, është pozicioni i qartë i vendit Kuintit. Si më duhet fol pa lidhje, më duhet fol shumë me vend. Madje zona Blerta dhe Liu po na pret në rend. Rama, me vazhdojmë asane. Okej. Po, e vazhdojmë gjithsesi. Zona Blerta dhe Liu është bashkë me neve në një lidhje të drejtë për drejtë. Zona dhe Liu, mirëmbrëma dhe faleminderit shumë që jeni nga distanca, por me shumë rëndësi në këtë emision. Faleminderit. Po, jemi duke debatuar goxha kështu ashpër në raport me gjetjen e zgjidhjeve politike dhe gjithë akuzat janë në drejtim të subjekteve politike. Kush po thot te njëra, kush tek tjetra, janë fajtorë se nuk po e gjejnë çelësin për ta zgjidhur këtë nyje në këtë seancë të 15 me rresht që duhet jetë. Kush është fajtor për juve, zonja Deliu? Po kushtrim janë përpjekje të parishtura që ne i kemi çdo 48 orë për të provuar në fakt që t'i hapim rrugë konstituimit të institucioneve të vendit. Natyrisht ka një përgjegjës dhe është një subjekt politik i cili ndonse nuk i ka votat, parishtur fton seanca ku shkelet rregulloria e kuvendit, ku nuk respektohet asnjë standard brenda kuvendit të Republikës së Kosovës, hapen dhe mbyllen seancat nga kryesuesi, nga zoti Dehari pa u respektuar asnjë normë demokratike, ndërkohë që nuk kemi asnjë përpjekje për të dalë nga ky